Roland Tasha, të falenderoj shumë që je në emisionin tim. Faleminderit për ftesën. Urime për këtë çmim. Faleminderit shumë. Bravo Bashkisë Gjirokastër që ditë vlerësoj, sepse unë e marr me mend se për çfarë kam bërë atë vlerësimin tënd. Jo thjesht se ka bërë ca foto ty te pazari dhe i ke botuar, por ne do flasim për këtë dhe megjithatë bravo dhe Bashkisë Gjirokastër që ka bërë këtë vlerësim. Në rast edhe unë falenderoj bashkinë, prefekturën, për këtë çmim që për mua është një vlerë edhe është një nder. Tani, Landi, se ne jemi adash, ti ke lindur në Tiranë. Po. Ti je nga Gjirokastra? Jo. Nga je? Unë jam me origjinë korçare, po më thellë jam bleskoviçare, pastaj më thellë jam suljote. Do Suli që është Suli, po. Jashtë kufive tanë. Po, jashtë kufive, po. Do dhe ti s'ke lidhje me Gjirokastrën? Jo, s'kam lidhje. Atëherë ky çmim për ty vlet, ti pas ke marrë 2 çmime. Absolutisht. Se ty mund të kishe dhënë çmim, ty mund të kishe dhënë titull qytetar nderi dhe Korça dhe Tirana? Po, ma thanë edhe në atë kur nxorë çmimin, po Tirana thanë, po Kolonja thanë, më thanë, po Korça është. Po ta marrësh nga një që s'ke rrënjë, kjo është. Por që sidomos. Dhe ta marrësh nga Gjirokastra, ë? Po që. Tani më fal tani se nuk është e lehtë ta marrësh nga Gjirokastra. Biles dikush më ta Holland mos bësh si Gjirokastrit, mos na bësh kushtimtar, është kështu. Me të qeshur me fjalë, por që jo për mua është vlerësim, është një nder. Jo, të vlerësoj Bashkia Gjirokastra. Ajo që më bëri mua të jem pjesë e këtij është patjetër libri i Kadaresa dhe i Gjirokastrës. Këtë do thosha unë e the vetë. Do të thënë, ajo që ti mund ta quajmë këtë kryevepra jote? Po një nga librat më të mirë që kam unë, po, mund ta quaj. Ky është libri i Roland Tashës, Kadare Gjirokastra. Do të thënë, Kadare dhe Gjirokastra është një, kur themi Kadare kuptojmë Gjirokastra, kur themi Gjirokastra kuptojmë Kadare. Është një binom, dhe titullin ka vënë shumë bukur. Dhe në këtë e ke botuar në vitin? Po kjo është botuar para 4-5 vitesh, para se të ndronte jetë Kadareja. 2020-ën. 2020-ën, po. Tani pse bëre këtë album? Po sepse unë e bëra sepse kisha arkiv. Kisha fotografi plot me Kadare në Gjirokastër, kur ai kthehet në vitin 2000, që kthehet nga Franca, bën një udhëtim në Gjirokastër. Unë duke pasur një njojtje që nga Parisi, kur kam qenë me bursë me Ismailin, ashtu dhe duke pasur mik edhe Bujar Hudrin, botusin e tij, bëm një vizitë në Gjirokastër, ku qëndruam gati 3 ditë atje, dhe megjithatë unë e kisha fotografuar Kadaren sa në Paris, sa në Torino, sa në Athinë, por fotografimi në Gjirokastër mua më la mbresa, sepse atje dhe Ismail ishte tjetër, sepse ishte në vendin e vet, kisha. Ja, kjo është Gjirokastra. Ja, që ta Landi, kjo nuk është fotografi, kjo është pikturë. Gjirokastra, unë edhe kur jam nisur për ta bërë, e kam fotografuar gjithmonë në gri, si pas kronik në gur, si pas qyteti pa reklama, si pas Kadares. Prandaj ke vënë këtu ti citimin? Absolutisht. Do të thënë, ky ishte një qytet i çuditshëm, që duke sigur kishte dalë në lugim pa pritur një natë dimri, si një qenie parahistorike dhe duke u kasavier me mundime të mëdha, i ishte qepur faqes së malit. Interesante, edhe unë e ndjeja këtë, e kisha të lexuar Kadaren dhe megjithatë që Kadareja ta jep të ndjesi, kjo Gjirokastra ta jep të ndjesi, shumë i veçantë si qytet, i gurt, dhe njëkohësisht gjatë fotografimit unë doja patjetër një Gjirokastër gri, Gjirokastër me mjegull. Sepse mundësisht edhe me shite ishte, ku të ishin patjetër këto anetë, ku të ishin patjetër. Dhe kështu që e kam mbajtur kështu. Si e prisnin Ismail Kadaren në Pleqt? Po, këto ishin edhe bashkë moshatar. Si e prisnin? Mirë, por kanë karakteristika këto Gjirokastritet, në fakt se kanë edhe atë tonin, që për neve duket sigur homoti, se kështu e kanë mënyrën. Kështu thoshin, homoti thoshin, erdhe ti? Jo, kjo mirë, po kur shkuam në Asim Zeneti në gjimnaz, ky pati një me gjimnazistët. Pati një takim. Unë burshë. Dhe unë vija nga Kadareja, vija direkt nga Athina, që e kishë pritur ato aristokratët, ose të gjithë fisnikët e Athinës të dhe, e kishën pritur me pompozitet, dhe vija tjon, dhe i thoshin këto gjimnazistët me ton, po tyre, pse ike? Po paka shumë këshu i flicin. Edhe unë thash, si ka mundësi t'i flasin?
Se ike, do të ike nga Shqipëria. Se ike nga Shqipëria, pse u largova diçka të tillë, po kështu e kishte mënyrën të folur. Dhe i thoshi Gjirokastrit, ore ti pse ike? Me këtë, edhe i them të nesmën e Elenës, po mirë, po ato thash Jolanta, si i flisin ashtu Ismailit. Jolanta, ai ishte në takimin e vet, ishte në atë të vetën, thash, ndjer ai si i lumtur. Kështu tha Elena. Kështu tha. Dhe megjithatë ato 2-3 ditë ai ishte tjetër njeri. Ishte i gëzuar sepse kujtonte fëmirin, ishte vendi vet, dhe kjo më bëri përshtypje në fjalë. Dhe këto të moshuarit ose kjo mënyrë të folurit. Kanë interesante këto të Gjirokastës në fjalë si. Po këtu ti, domethënë, po shkruan, po jep autografin në një letër dhe ajo në kurrizin e një vajze? Po, jo biles jemi ke Hotel Tirana atje. Tu, në Tiranë? Edhe s'kishte këtu, këtë mbrapa i, edhe kështu duke qeshur e vajza, i kërkoj një autograf, ktheu. Dhe ktheu, tha, dhe vendosi në kurrizë? Shumë e bukur, shumë e bukur, shumë e bukur. Ajo vajza e vogla, ajo tjetër që ka dalë aty është një drejtoreshe e madhe. Kush është? Ja, jo, një, Juni quhet. Është drejtoresh në Paris, drejtoresh e muzeve. Paris, e gjithë Francës. Kështjella ishte e lashtë, ajo kishte pillë qytetin. Fiks. Shumë e bukur, shumë e bukur, shumë e bukur. Do të thënë, kjo është kryevepra. Lan tasha që ke bërë me këtë lan. O sa e bukur. Identifikohet me njerë. Po këndi që ti ke marrë aty është jashtëzakonshëm asaj. Se kjo rrugë aty është, nuk lëviz. Merret vesh, sa shef të rrugë, merret vesh ku është. Ose e bukur. Edhe i mbajtur në gri, siç të thash. Dhe ky portret është i jashtëzakonshëm. Edhe ky portret i jashtëzakonshëm i Kaderes. I jashtëzakonshëm. Kjo është kryevepra jote.